Gjykata e Fierit ka përmbysur akuzën e prokurorisë për autorët e vrasjes së 20 vjeçarit Grej Bihuci, duke rikualifikuar veprat penale të autorëve, ndërsa prokuroria kërkoi dënimin me 25 vite burg për Florian Mukën, autorin kryesor të krimit. Gjykata e ndryshoi akuzën nga vrasje me paramendim në vrasje në kushtet e kapërcimit të mbrojtjes së nevojshme, duke e dënuar atë me 12 vite burg. Ky vendim erdhi edhe për shkak se Iriu ka pranuar krimin dhe ka kërkuar falje para trupit gjykues. Ndërkohë, trupa gjykuese ka ndryshuar akuzën edhe për kushëririn e Mukës, Klajdi Muka, nga bashkëpunim në vrasje në moskallëzim krimi, duke e dënuar përfundimisht atë me 1 vit burg. Ky dënim konsiderohet i kryer pasi Iriu ka qëndruar në paraburgim për më shumë se 1 vit. Ai është lënë i lirë menjëherë pas shpalljes së vendimit. Prokuroria kërkoi ndaj tij dënimin me 12 vite burgim. Sipas organit të akuzës, Florian Muka e ka qelluar viktimën për motive ende të paqarta, ndërsa Klajdi Muka ndodhej në vendngjarje në momentin e përplasjes, ndërsa në atë kohë ishte i mitur. Në konkluzionet përfundimtare, mbrojtja deklaroi se i pandehuri Florian Muka e ka pranuar autorsinë, por ka vepruar në kushte të vetmbrojtjes pas një përleshjeje fizike me viktimën. Ndërkohë i mituri, Klajdi Muka mohoi çdo përfshirje në goditjen fatale, duke thënë se ishte vetëm prezent në vendin e ngjarjes. Të dy të pandehurit shprehën pengesë për ngjarjen, duke kërkuar falje përpara familjarëve të viktimës. Krimi i rënd u regjistrua në mars të vitit të shkuar në qytetin e Fierit pas një konflikti mes të rinjve i nisur fillimisht në rrjetet sociale. Grej Bihuci u qellua disa herë me thik në qendër të qytetit të Fierit.